Vllaznia-Apolonia ishte dueli më i rëndësishëm i javës së 13 të Superligës së basketbollit për meshkuj, pasi përballë ishin dy skuadra që ndanin vendin e 34 me pikë të barabarta. Kuçeblut e drejtuar nga Eni Llazani bën një paraqitje të mirë ku fundi ndeshjes foli për ta, duke dalë fitues 79-75. Ndeshja luajtur në Qazim Dervishi u shoqërua me rivalitet që ishte i pranishëm në të 4 periodat. 10 minutat e para të lojës janë të Vllaznisë, që arrin të mbyll me avantazhin 22-19. Kuçeblut vijojnë të luajnë mirë edhe në periodën e dytë, duke fituar 20-18 dhe duke shkuar në llomat e zhveshjes me 5 pikë avantazh. 20 minutat e pjesës së dytë kanë po të njëjtin rivalitet, ku në 10 minutat e periodës së tretë janë miq nga Fieri, të cilët fitojnë me 1 pikë diferencë 17-18, por pa e ndalur kryesimin e Vllaznisë. Rivaliteti është prezent edhe në periodën e 4 dhe të fundit, ku shifrat janë të barabarta 20-20, ndërkohë që ato përfundimtare flasin për Vllaznin që e mbyll ndeshjen me fitore 79-75. Fitore e rëndësishme që i shkëput Kuçeblut nga rivalja Apolonia me 1 pikë më shumë, duke i pozicionuar të tretët në rënditje pas beslidhjes kryesuese dhe Tiranës së vendit të dytë. Përgëzoj ekipin e Apolonisë për lojën e bukur, që kanë ekip shumë fort. Sa herë që kena luajtur me to kena kanë meshje shumë të vështira, që janë nda gjithmonë në sekondat e fundit të lojës. Ishte dëshira jonë që me arrit me kap pikavarazhin, por Apolonia në Fier na ka mujt me 8 pikë. Përpjekja jonë deri në fund ishte që me arrit me kap me më shumë se 8 pikë. Nuk pat me fat në fund, por e rëndësishme është që fitum sot. Dhe ne tash renditen me një fitore më shumë se Apolonia në vend 3, pra ne jemi në vend 3, ata janë në vend 4. Fitore shumë e rëndësishme për vazhdimsinë tonë drejt play-offit. Do përpiqena me e majt skuadrën në këtë tonus dhe të vazhdojmë ritmin pozitiv. Java e ardhshme na gjen në Tiranë kundër Partizanit. Duhet rrim me kam tokë gjithmonë. Ne e kam thënë në çdo intervistë, ne çdo ndeshje e marrim me qëllim për dhënë maksimumin, fitojmë apo humbim, ne çdo ndeshje hymë me dhënë maksimumin. Kjo ishte fitoria 5 radhazi e Vllaznisë, që ka tregon për formën e mirë sportive që po paraqet sidomos gjatë janarit, ndërkohë që ndeshja radhës do të jetë në Tiranë përballë Partizanit.